Partitë politike kanë shpallur tashmë listat me kandidatët për deputet. Ju jeni njohur me to, çfarë mendimi keni? As më intereson fare. Se nuk do merrni pjesë në votime? Ja. Po i njëjti staf, po të njëjtët deputet. Domethënë nuk është se kemi në njërisi. Pra thoni jam po të njëjtët emra, po, çfarë shpresoni në këtë zgjedhje? Rotacion. Domethënë partitë e vogla të marrin më shumë fuqi, më shumë deputet domethënë në parlament. Me këto emra që janë qoftë në partitë e vogla, qoftë në partitë e mëdha, mendoni se do të jetë një parlament dinjitoz me përfaqësues dinjitoz? Nga partitë e mëdha nuk shoh shpresë, nga partitë e vogla e kam. Po mendoj që ato kanë dhënë opinionin nga baza, ne nuk çfarë do kundërshtojmë ne. Urojmë që të fitojnë dhe Jo, a mendoni se këto emra janë më përfaqësuesit, pra përfaqësohet më mirë Durrësi me kandidatët e përfshirë në listën? Kandidatët janë të mirë, kishte edhe më të mirë, po prap mendoj që jemi okay. Urojmë që të ketë një ndryshim për qytetin, për njerëzit, pensionet, fëmijët, shëndetësia mbi të gjitha. Nuk më intereson fare. Se kjo do të thotë që nuk do votoni, nuk do merrni pjesë në votime apo se? Nuk e di, deri atëherë nuk e di. Nuk jetoj këtu, jetoj në Gjermani, më vjen keq. Po nuk do marrësh pjesë në votime? Jo. Them se kanë zgjedhur një emër në Durrës. Të gjitha forcat politike apo forca që ju preferoni më shumë? Atë që preferoj. Pra mendoni se Durrësi do të përfaqësohet mirë në kuvendin e ardhshëm me këto emra që janë propozuar? Po. Mos ngatroj me politikën fare me emrat se jam shumë Nuk e njihni fare? Ja. Nuk do votoni? Ne s'kena lidhje fare me partitë. Pra ti nuk do marrësh pjesë në zgjedhje, po thua? Fare. Se? Ato i mbushin vetë, më mirë se kur të rrejmë t'i bërë komende, na ato i mbushin si mas dëshire. Vetë se i kam dëgjuar kështu. Nëpërmjet shtypit, nëpërmjet televizionit. Si mendoni? Keni krijuar një mendim lidhur me emrat që do na përfaqësojnë? Akoma se kam krijuar një mendim, po. Them që do ndryshoj diçka. Po jo në ata që ka marrë ai Salva, në ata të rinj. Pra jeni më shumë për partitë e reja që të marrin më shumë vota dhe më shumë deputet. Po patjetër që të krijoj një të ardhmen akoma më të mirë. Kjo është pikë synimi, po këta të vjetrit duhet ta këshillojmë me kohë.